Bisedimet për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës kanë hyrë në një fazë të re më konkrete, pasi Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë kaluar nga diskutimi mbi kriteret dhe parimet e shqyrtimi i emrave të mundshëm për postin e kreut të shtetit. Pas takimit, Kurti deklaroi se negociatat do të vijojnë duke e vlerësuar se gjatë procesit është rritur edhe niveli i besimit ndërmjet palëve. Megjithatë, ai nuk dha detaje mbi kandidatët e përmendur gjatë bisedimeve. Edhe Abdixhiku konfirmoi se në takim janë diskutuar remark konkret, por shmangu publikimin e tyre duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së konfidencialitetit gjatë negociatave. Sipas tij, shumica e emrave të propozuar janë në përputhje me parimet e vendosura më herët si bazë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së ardhshme. Kreu i LDK-s cilësoi kalimin nga diskutimi mbi parimet në shqyrtimin e kandidatëve konkret si një hap përpara në proces. Ai nënvizoi se emrat e prezantuar ndryshojnë për nga niveli i përputhjes me kriteret e dakordsuara, por në tërësi janë brenda kornisës së përcaktuar nga palët. Abdixhiku nuk bëri të ditur as numrin e kandidatëve të diskutuar dhe as nëse është arritur ndonjë dakordsi për një emër të saktuar. Ai tha se qëllimi kryesor i negociatave mbetet arritja e një marrëveshjeje që do të garantojë stabilitet institucional dhe politik në vend. Bisedimet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa zgjidhja e presidentit mbetet një nga çështjet kryesore që kërkon konsensus ndërmjet forcave politike.